Rënjet e ndjeshme të temperaturave në këtë periudhë të vitit tashmë janë bërë të zakonshme në vendin tonë. Temperaturat shpeshherë bien nën zero dhe shoqërojnë edhe me rreshje dëbore. Më të goditur nga ky fenomen paraqiten pemët frutore që janë në fazën e lulëzimit. Televizioni Koha pyeti agronomin Ali Rami Sali se cila do të jetë shkalla eventuale e dëmeve që mund të shkaktohen nga temperaturat e ulta. Ai thotë se dëmet kryesisht do të barrin nga fenofaza në të cilët ndodhen pemët frutore nëse janë në fazën e lulëzimit apo në fazën e formimit të frutave. Por, a ka metoda se si mund të mbrojnë pemët nga temperaturat e ulta? Një nga ato masa është fillimisht zgjedhja e kultivarit të caktuar. Brenda çdo lloji të pemëve frutore ekzistojnë kultivar të cilët periudhën e vegetacionit e fillojnë më vonë. Kultivarët e këtill kanë shansa që të ikin këtyre temperaturave të ulta. Masa tjetër që preferohet, por është pak ma problem për të realizuar ajo mas, është lyerja e trupit apo trungut të pemëve frutore me gëlqere. Cili është efekti i kësaj pune që do ta bëjnë fermerët? Domethënë, me lyerjen e trupit apo trungut të pemëve me gëlqere, gëlqeria ka ngjyrë të bardhë, apo. Me këtë mënyrë, një sasi e madhe e rrezeve të diellit reflektohet nga ngjyra e bardhë, kështu që pemët e këtilla fillojnë periudhën e vegetacionit më vonë, vonohen në lëvizjen e lëngjeve. Kjo me një farë forme mund të zgjatje periudhën e vegetacionit pemëve. Derisa ekziston rreziku për pemët frutore, agronomi Sali siguron se për perimet përjashtohet një rrezik i këtill. Zakonisht në këto kushte, në rajonin e Pollogut, problem nga temperaturat e ulta të vonshme pranverore, kryesisht nuk kenë pemët frutore, ndërkaq sa u përket perimeve, ku bën pjesë speci domatja e kështu me radhë, nuk rrezikohen edhe aq nga këto temperaturat të ulta, për arsye se ato janë në këtë fazë, në këtë moment janë në gjendje të kultivimit të fidaneve, derisa të përgatiten ato për të dalë në fushë në vend përhershëm, atëherë rreziku nga këto temperatura veç kalon. Agronomi Sali ka komentuar edhe çmimet e larta të specave, domateve, trangujve dhe prodhimeve tjera nëpër tregjet e vendit. Sipas tij, kultivimi i këtyre produkteve bëhet në parsera, gjë që gjeneron harxime shtesë, transporti nga vendet e huaja. Sipas tij, stabilizimi i çmimeve të perimeve pritet kur në treg të futen prodhimet vendore. Prodhimet vendore të vendit do fillojnë mbas kësaj periudhe, domethënë fillimisht me domate, me spec edhe me tranguj, do fillojë pjesa e strumicës, vallandovës, ku është një klim krejtësisht ndryshe, ku temperaturat janë më të larta, edhe ka fundi prillit do fillojnë edhe prodhimet tona vendore, po jo me prodhimet gatshme. Fillimisht farmerët në këtë moment janë në fazën e përgatitjes së fidaneve të perimeve. Ato fidane varësisht nga kultivari kërkojnë një periudhë kohore të caktuar nga 50, 60 deri 70 ditë, edhe pastaj do nxjerren ka fillimi ose mesi i majit, fidanet e këtilla do nxjerren në fushë të hapur apo në vend të përhershëm, edhe normalisht në kushtet tona ato prodhime të jenë të gatshme për konsum në thjesht. Ndryshe ditëve të fundit, meteorologët kanë paralajmëruar për ndryshim drastik të motit në fund të marsit dhe fillim të prillit. Sipas modeleve të parashikimeve, pritet një vale të ftohtit që sipas intensitetit mund të hijezojë janarin e këtij viti, kurse mund të ketë pasoja katastrofale për pemët frutore që janë në fazën e lulëzimit.